Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni probleme me kujtesën, konsumoni këtë vitamin dhe do habiteni nga rezultati. Lodhja kronike dhe mungesa e forcës janë vetëm disa nga shenjat që përfaqësojnë mungesën e vitaminës B. Mungesa e vitaminës B jep shenja të caktuara të cilat mund të ndodhin në formën e lodhjes së fortë ose aftësisë së zvogëluar të shikimit. Lodhja është një nga shkaqet dhe shenjat e para të mungesës së vitaminës B, pasi trupi juaj mbështetet në prodhimin e qelisave të kuqe të gjakut, të cilat sillin oksigjen në organet tuaja. Pa oksigjen të mjaftueshëm në qelizat tuaja ju do të ndjeni të lodhur, pavarësisht se sa gjatë ju do të flini. Nëse nuk merrni oksigjen të mjaftueshëm nga qelizat e kuqe të gjakut, muskujt tuaj do të jenë shumë më të dobët dhe nga ana tjetër nuk do të kenë forcë të mjaftueshme as për aktivitetet ditore të tilla si mbajtja e një qeste të rëndë normalisht nga supermarketi. Kujtesa juaj bllokohet më shpesh. Kjo ka shumë të ngjarë të mos jetë shfaqja e demencës së hershme, por niveli i ulët i vitaminës B. Kur një test të gjakut gjithashtu zbulon mungesën e vitaminës B, me shtesën e duhur dietike shenjat fillojnë dhe të largohen. Mungesa e vitaminës B gjithashtu ndikon në gjendjen tuaj shpirtërore, e cila shpesh çon në depresion ose dhe ankth. Vitamina B12 luan një rol shumë kompleks në organizëm dhe përveç rolit të saj për energjinë, kjo vitamin është shumë e dobishme edhe për shumë prej funksioneve nervore. Në këtë video ju do të mësoni më shumë për arsyet se pse kjo vitamin është e pazëvendësueshme për shëndetin e trurit. Roli primar i vitaminës B12. Funksioni kryesor i kësaj vitamine është të nxjisë prodhimin e rruazave të kuqe të gjakut dhe të sintetizojë mielinën, e cila është proteina që vesh nervat, të ruajë ekuilibrat e aminoacideve dhe të detoksikojë hormonet. Të gjitha këto funksione janë thelbësore për mirëmbajtjen e trurit dhe të kujtesës. Përthithja e vitaminës B12. Përthithja në organizëm e vitaminës B12 varet nga një sër faktorësh ku përfshihet ushqyerja, tretja dhe vitamina të tjera të cilat janë të pranishme në trup. Në sistemin tuaj tretës, vitamina B12 ka nevojë për një proteinë bartëse me të cilën lidhet dhe më pas mundet të rrugtojë në të gjithë organizmin. Me kalimin e moshës, funksionet e organeve humbasin efikasitetin e tyre, gjë që ka ndikim të drejtpërdrejtë në stomak. Nëse stomaku nuk sekreton mjaftueshëm acide tretëse, përthithja e vitaminës B12 do të jetë e vështirë. Ky proces vështirësohet edhe nga inflamacioni i zorrëve, çrregullime imunitare, anemia dhe përdorimi i disa barnave. Plakja e trurit. Të dhënat tregojnë se nivelet e ulta të vitaminës B12 përshpejtojnë çrregullimet mendore, siç janë dëmtimet e nervave dhe dobësimin e komunikimit mes tyre. Prodhimi i transmetuesve nervor. Nëse organizmi juaj nuk përmban sasitë e duhura të kësaj vitamine, atëherë transmetuesit tuaj nervor do të jenë të paktë. Vitamina B12 nga ana tjetër sintetizon transmetuesit nervor siç është dopamina dhe serotonina. Kësaj qëndrueshmëria emocionale dhe prishja e cilësisë së gjumit gjithashtu janë të paevitueshme. Më pak gjak në tru. Mungesa e vitaminës B12 shënjestron edhe shëndetin tuaj vaskular. Në pamjaftueshmëri të vitaminës B12, enët e gjakut ngushtohen dhe bëhen më të ngurta, duke i çelur rrugën arterosklerozës. Të gjithë këto paksojnë qarkullimin e gjakut në tru dhe gjithashtu rrisin ngjasat e goditjes nga ishemia. Sasia e nevojshme e vitaminës B12. Suplementet e vitaminave B12 ofrojnë mbështetje premtuese për shëndetin e trurit dhe nga ana tjetër
Sipas të dhënave, nëse ju jeni duhanpirës, jeni më të rrezikuar nga humbja e kujtesës dhe funksionet e dobësuara të trurit. Ekspertët rekomandojnë që të shmangni regjime ushqimore të pasura me mish, të cilat vështirësojnë përthitjen e vitaminës. Ushqimet me vitaminën B12 janë sardelet, salmoni i egër, dritrat e plota, qumshti, kosi, djathi i bardhë dhe vezët. Ekspertët rekomandojnë që ju të shmangni regjimet ushqimore të pasura me mish, të cilat vështirësojnë edhe përthitjen e kësaj vitamine. Shëndeti i mendjes bazohet ndjeshëm në një regjim të pasur ushqimor dhe me produkte të cilat stimulojnë çdo qelizë të tij. Këtu ne do t'ju tregojmë vitaminat më të mira që fuqizojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe gjithashtu performancën tuaj mendore. Këto janë vitaminat më të mira për trurin. Vitamina A. Të gjithë i njohin vlerat e vitaminës A për sa i përket shëndetit. Kjo vitaminë është thelbësore për zhvillimin e shëndetshëm të trurit. Vitamina A gjithashtu zgjeron edhe aftësitë e sistemit tuaj nervor. Ajo përmirëson edhe ndërlidhjen e qelizave, të kujtesës dhe mësimit. Kjo vitaminë shërben si antioksidant, një mjet shumë i fuqishëm kundër radikaleve të lira. Burimet më të mira të vitaminës A janë spinaçi, pjeshka, mëlçia dhe gjithashtu kajsit. Acidi folik është një nga format e vitaminës B9 dhe mban nën kontroll qelizat e trurit. Acidi folik forcon gjithashtu kujtesën afatshkurtër, vigjilencën dhe nga ana tjetër arrin që të largojë edhe amullin në veprime dhe letargjinë. Disa prej burimeve ushqimore më të pasura me acid folik janë barishtet, thjerrzat dhe gjithashtu fasulet dhe bishtajoret. Është një nga vitaminat e kompleksit B dhe e dobishme për kujtesë të fortë. Bëhet fjalë për vitaminën B6 dhe disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë piepri, mishi, dritrat e pasuruar dhe fasulet. Vitamina B12. Kjo vitaminë është jetësore për shëndetin e qelizave nervore dhe ajo mban të paprekur mjelinën, e cila mbulon fibrat nervor dhe lëshon impulse elektrike në tru. Në këtë mënyrë kjo vitaminë parandalon sëmundjet e trurit. Vitamina B12 parandalon depresionin dhe luhatit e humorit dhe gjithashtu ajo rrit vigjilencën. Ajo parandalon edhe humbjen e kujtesës tuaj. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë peshku, mishi i derrit, shpendëve dhe viçit. Ju mundet të përdorni dhe suplement të vitaminës B12 në farmaci. Të dhënat tregojnë se spirulina është shumë e pasur me vitaminë B12. Vitamina C. Radikalet e lira janë një rrezik madhor i qelizave të trurit. Mënyra më e mirë për të parandaluar dëmin e këtyre radikaleve është marrja e antioksidantëve. Vitamina C luan këtë rol shkëlqyeshëm dhe siguron shëndetin jo vetëm të trurit, por edhe të sistemit imunitar dhe zemrës. Burime të mira të vitaminës C janë agrume dhe bishtajoret. Vitamina D ndihmon në shëndetin e qelizave të trurit dhe mirëmbajtjen e tyre. Burime të mira të vitaminës D janë shpendët, mishi i viçit, mëlçia, djathi, peshku e të tjerë. Vegetarianët mund të konsumojnë kërpudha që përmbajnë vitaminë D2, një formë e vitaminës D. Drita e diellit është burimi më i mirë i kësaj vitamine. Vitamine E. Kjo vitaminë mbron qelizat e trurit dhe nervave nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Ajo ndalon ose vonon progresin e sëmundjes së Alzheimerit tek të moshuarit. Patatja e ëmbël, barishtet, dritra dhe arrorët janë burimet më të mira të kësaj vitamine. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.